Vdes 25 vjeçaria nga Kosova në Tetov. Prokuroria heton në rrethanat misterioze të vdekjes së studentes kosovare. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Tetovës mbrëmjen e së mërkurës, ku është gjetur pa shenja jete trupi një vajze 25 vjeçare nga Kosova. Viktima është identifikuar si Daursa Spahia nga Gjakova, e cila po studionte në nivelin master në Universitetin e Tetovës. Trupi i saj është gjetur pranë një ndërtese në ndërtim e sipër në afërsi të qendrës për punë sociale, ndërsa pranë vendit të ngjarjes janë zbuluar disa barna. Policia dyshon se ajo mund të ketë rënë nga lartësia, por ende nuk dihet me saktësi rrethonat e ngjarjes. Prokuroria themelore në Tetov ka njoftuar se prokurori kujdestar ka kryer menjëherë ekspertizë në vendin ku është gjetur trupi, si dhe në banesën me qira ku e ndjera jetonte. E sipas njoftimit zyrtar, të dhënat e para nuk japin indikacione për vepër penale, por hetimet janë intensifikuar për të zbardhur shkaqet e vdekjes, gjersa është urdhëruar autopsia dhe disa persona do të merren në pyetje. Pas kësaj ngjarje të rëndë, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup konfirmoi rastin duke deklaruar se është njoftuar nga policia e Tetovës rreth orës 18 dhe se po e ndjek nga afër zhvillimet e hetimeve në bashkëpunim me autoritetet lokale. Burime nga policia bëjnë me dije se ndjera ishte studente e përkushtuar, e cila kishte ardhur nga Gjakova për të vazhduar studimet pas universitare. Në vendlindje ajo njihet për rezultatet e shkëlqyera dhe ishte shpallur krenaria e gjimnazit Hajdar Dushi pasi kishte mbajtur notën mesatare 5.0 për 3 vite radhazi. Sipas raportimeve të fundit nga tereni, disa banorë të lagjës ku ndodhi ngjarja kanë dëgjuar britma dhe zëra pak qaste para rënies fatale, duke ngritur dyshime për një kontakt apo konflikt të mundshëm me një person tjetër. Megjithatë, asnjë dëshmitar nuk e ka raportuar menjëherë rastin në polici, po ashtu disa burime mediatike përmendin mundësinë që vajza të ketë pasur probleme të brendshme emocionale, çka mbetet pjesë e hetimeve. Gazetari Aliridona Vejseli ka thënë se kemi informacione të konfirmuara nga dëshmitar okular se vajza ka qenë në presion të vazhdueshëm fizik dhe psikologjik, i cili është i njohur për rrethin se ku vajza ka jetuar, ku thuhet se i dashuri i saj ka qenë djali i një biznesmeni nga Maqedonia e Veriut. Veseli gjithashtu tha se dëshmitarët okular na thanë që kjo vajzë ka vuajtur shumë, ka pasur shumbrit të madhe fizike, gjendje të tensionuar psiqike, e që fëmijët e saj e kanë fotografuar e incizuar disa herë vajzën në balkon në banesën e saj, duke qartë, duke dashur të bëjë vetvrasje, duke folur në telefon. Të gjithë e kanë ditur për shqetësimin e saj, por askush nuk i kanë lajmëruar autoritetet. Ajo madje tha se është arrestuar një person i cili ka qenë torturazi në dijeni me rastin dhe se janë lëshuar flet arreste, kurse gazetari Nevria Ademi ka bërë të ditur se është identifikuar personi i fundit me të cilin Daursa pati kontakt para se të ndodhte tragjedia. Telefoni i saj është sekuestruar nga policia dhe po analizohet për të zbuluar komunikimet e fundit. Hetuesit po shqyrtojnë të gjitha pistat e mundshme që nga vetvrasja e deri të ndonjë akt kriminal dhe kanë deklaruar se të gjitha opsionet mbeten të hapura. Lajmi për vdekjen e Daursës ka shkaktuar pikëllim të thellë në Universitetin e Tetovës, ku në një reagim zyrtar, universiteti ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjen dhe miqtë e saj, duke përshkruar Daursën si një studente shembullore, të dashur dhe plot energji. Humbja e saj është një plagë e madhe për komunitetin tonë studentor. Nuk humbëm vetëm një studente, por një jetë të re, plot mundësi e ëndra, thuhet në reagim. Ndërsa hetimet vazhdojnë, prokuroria dhe organet hetimore kanë theksuar se do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për të sqaruar plotësisht rrethonat e kësaj vdekje tragjike që ka tronditur opinionin publik në Kosovë si dhe në Maqedoninë e Veriut.